Pjetë e pere që lëvizin në duart e Antigonaisës, bojnë brenda tyre histori, kujtime dhe tradit. Përmes punimeve tradicionale me pe, ajo I jep formë zakoneve shqiptare dhe përpiqet t'ju ruaj ato nga harresa. Me durim dhe përkushtim, vazhdon një art të trashëguar ndër breza duke dëshmuar se tradita nuk është vetëm e kaluar, por edhe pjesë e së tashmës. Si punë ka fillu tash ndoshta 5 vite, mirë po pasionin për me punu me dorë kom pas prej kur kone ma e vogël këtë e re, ndoshta pak e kom trashëguar edhe prej mamit, ajo është shumë emocionuar kur punon me pejë dhe unë me gjasa e kom marrë prej saj. Dhe më thonë që një 5 vjetë mas ne e shfrytëzoj krejt kohën për me punu me pej edhe me kriju vepra arti. Si është procesi? Po të pyes pak për neve që ndoshta nuk e dim procesi, cilat janë ato punimet që I bën me më shumë dashuri, çka të lidh më shumë për këtë punë? Procesi është pak I gjatë dhe është shumë I ngadalshëm. Dhe më thonë, mas pare sigurimi I mjeteve është shumë I vështirë në Kosovë, dhe më thonë nuk gjenden faktikisht, duna gjithçka me porosit prej jashtë. Deri sa t'i gjej mjetet, mas ne puna e dizajnit edhe punës ajo shkon shumë lehtë se e bëj me shumë pasion, me shumë dashuri edhe nuk e di punimet janë të ndryshme, ato që I bëj që I dizajnoj vetë normal janë më të afërta me mua dhe me emocionet që unë du me I shfaq në atë punim, po gjithsesi edhe ato që janë me porosi, domethënë përkushtona njëjtë për me I përfundu me sukses. Ato që I dizajnoj vetë, domethënë koleksionet edhe punime që I bëj vetë pa porosi, ato gjithmonë I lidhin me përjetimet e mia, me gjanat që cilat mu më motivojnë, që janë për shembull ecjet e gjata, malet, dashuria për njerëzit e afërt, edhe gjitha këto mundona me këthy në dizajne që mas ne I punoj me pej. Ato që janë domethënë të përzemërta nuk është që dalin gjithmonë momentin e parë ashtu fikse, gjithmonë janë domethënë shtoj diçka ma shumë, heku diçka edhe dalin shumë bukur. Ndërsa ato që janë me porosi, mundohemi bashkë me klientin, marrë drejt një dizajn që është I përshtatshëm edhe që jemi dy palët dakord për me punu. Tregove që mami ka qenë ndoshta ajo shtysa kryesore pse ti je sot këto. Tregom nëse e ke bërë ndonjë punim të veçantë për mamin edhe cila ka qenë ajo ndjenja e saj. Koleksionin e parë që kom bo për ekspozitën tënë parë personale, janë këto punime që po shihen mbrapa. Janë punime që e përfaqësojnë gruan edhe rrugtimin e gruas kosovare deri sot. Edhe në punimet që I kom bo gjithmonë, domethënë muze e më ka qenë mami, se janë punime për gruan, për rrugën e saj, për sfidat cilat I ka kalu, edhe gjithmonë domethënë edhe kur I prezantoj, gjithmonë më lidhin me përjetimet që mami jam I ka pas, edhe pasionin e saj për punën, për kushtimin, edhe fal shtytjes saj, normal nëse jam të e bo punën që unë mas shumë t'i e du. Antigona, po kthehemi te procesi I punës, si fillon gjithçka, sa zgjat, cila është ajo pjesa ndoshta më mundimshme dhe që si I kushton më shumë rëndësi? Ndoshta më e mundimshmja është sigurimi I materialeve, se gjithmonë më vjen shumë me prit derisa t'i gjej domethënë materialet e duhura. Momentin që I ka materialet, mas një pjesa tjetër është shumë më e thjeshtë, për mua është atash që e bëj domethënë punën që sa vite, mirë po dizajnin është që me dalë sa më bukur, që ajo nështë merë ma shumë kohë, se kam qenë gjithçka me dalë shumë perfekt, edhe kur del edhe për tjerë, domethënë me gjetë dikush vetën, ose me kuptu ata që unë kam dashur me përçu deri te klienti ose deri te shikues që e shohin artin tënd. Punimet e saj nuk kanë mbetur vetëm brenda kufive të vendit. Ato janë kërkuar edhe në qytete të ndryshme të botës, si Milano, Osaka dhe Haag. Nga aty ka marrë rekomente shumë pozitive, duke dëshmuar se tradita shqiptare vlerësohet edhe në arenën ndërkombëtare. Eksperienca më e veçantë ka qenë në Milan Design Week, ka qenë hera parë që unë jam prezantu në arenën ndërkombëtare. Ka qenë një bashkëpunim me Shape and Shade edhe ka qenë shumë I mirë, është këtë pio që pëshojnë poshtë, domethënë kë ka marrë pjesë në ekspozitë edhe është prit shumë mirë, kemi marrë feedback shumë pozitiv. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e re, nuk është që e kam prit kaq herët me marrë pjesë globalisht dikon, po për mua kon shumë e mirë se ardhur normal. Masne pas kësaj me të njëjtin dizajn kemi shkuar edhe në Osaka në Expo 2025, atje ka qëndruar për dikon 4 muaj, nëse nuk ka bëj e ekspozum, edhe ka qenë edhe atje një eksperiencë shumë e mirë. Sfundi kemi qenë në Haag, edhe atje përmes ambasadës të Kosovës atje kemi qenë të ftuar edhe
na kanë pritur shumë mirë. Për një javë kemi qëndru në ekspozitë dhe ka qenë njëra prej eksperiencave shumë më të mira që kom pas kohëve të fundit. Cilat janë argumentet më të shpeshta që i merr sidomos nga personat që nuk jetojnë në Kosovë dhe personat të huaj që kanë pas mundësinë po? Në udhëtimin tim në Hag, ka qenë eksperiencë më e veçantë se i kom pas edhe punimet e ekspozitës tem të parë. Kur i kom shpjegu kuptimin e punimeve të mia këto që janë me shami për për ardashit e huj ka qenë tepër interesant, se kanë qenë histori që ata nuk e kanë dëgjuar më herët, edhe bart shumë emocion në vete, kështu që po më duket që kjo eksperiencë për të hujt ka qenë shumë më e veçantë dhe më e mirëpritur. Unë mendoj që kur ke pasion diçka, gjithmonë e kthen në art ose në diçka të bukur dhe mendoj që e fiton vlerën e vet pa marrë parasysh a është e punuar me dorë apo është punuar me makinë. Mendoj që duhet me fillu me bo punën që e don, edhe shumë shpejt hapën rrugë. Unë nuk e kom prit për shembull që brenda një viti me u përfaqësu në 3 ekspozita ndërkombëtare, po ka ndodhur. Edhe për mua ka qenë, një arritje shumë e madhe që nuk është që e kom prit, po them, kaq shpejt. Po kur punon me dashuri dhe kur përkushtohesh 100% që ato që e don, besoj që rruga masnej hapet vet. Antigona është shembulli më i mirë i asaj se si kreativiteti artistik mund të kontribuojë në ruajtjen e vlerave kulturore dhe jetësimin e një pasioni personal.